Në qendrën rinore Arka organizua nga Këshilli Shqiptar i Medias dhe Qendra Respublika takimi në kuadër të projektit Promovimi i etikës dhe vetërregullimit në mediat lokale, sfidimi i dezinformimit. Diskutimi u fokusua në përvojat, sfidat dhe nevojat e gazetarëve dhe aktorëve lokal në Shkodër, sa i përket etikës profesionale, vetërregullimit dhe luftës kundër dezinformimit në media. Sfida më kryesore tani është çështja që vetërregullimi duhet bëhet gjithmonë më tepër masiv, pra domethënë mediat duhet të kuptojnë rëndësinë që sa më shumë të mos ja lënë dorë qeverisë t'ua rregullojë, po themi, shprehjet e tyre, por duhet ta rregullojnë vetë. Sigurisht gazetar ka plot nga ata që nuk i respektojnë gjitha rregullat e etikës, bëjnë her pas here defekte, gabime që mund të rëndojnë, mund të cënojnë reputacionin e individëve të caktuar. Por gjithmonë kjo është një arsye, një justifikim shumë i mirë i qeverive dhe qeverisë tonë, por dhe në botë ndodhi një proces që të ndërhyjnë për të kufizuar lirë shprehjes. Kryesisht është për drejtuesit e mediave. Ata janë përgjegjësit kryesorë që bëjnë ligjat editoriale, ata janë që mund të orientojnë pastaj edhe gazetarët, stafin e tyre që jenë më korrekt, më etik. Megjithatë, gazetarët kanë dhe aftësitë vetë individuale që të ruajnë korrektesën. Pjesë e takimit ishin gazetarë të mediave lokale dhe qendrore, përfaqësues të portaleve dhe studentë të gazetarisë, që diskutuan për problematikat dhe sfidat e gazetarisë sot.